Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi sot drejtorin e parking servisit në Ulqen për të folur për këtë periudhë se si është në Ulqen nga kjo pjesë. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi juve, ju përshëndes juve në radhë parë, po ashtu gjithë qytetarët e Ulqenit. Faleminderit edhe njëherë që pranuat ftesën të jeni sot të ftuar në emisionin e mëngjesit ditë e re për të bashkëbiseduar për parkingjet këtu në Ulqen dhe se sa është e vështirë të menaxhohet fluksi dhe të gjitha këto në sa i përket Ulqenit. Më trego si funksionon aktualisht koordinimi i qytetit nga parking servisi dhe cilat janë prioritetet kryesore në menaxhimin e hapësirave publike për qytetin. Parking servisi ka bërë domosdoshmë shumë avancime se përket drejtimit e parkingjeve, po ashtu janë marrë shumë masa të reja se përket menaxhimit. Janë bërë disa ndryshime në menaxhimin e parkingjeve në qytetin e Ulqenit. Ndoshta në fillim ka qenë shumë më vështirë, por në këtë periudhë ne kemi bërë shumë ndryshime, ata ndryshime janë të dukshme në qytetin e Ulqenit. Ndoshta është një qytet shumë i vogël dhe nuk bëhen ndryshimet, por se përket punës të përditshme dhe palorshme që bëhen në parking service me koordinatat, aty shohim se parkingjet në qytetin e Ulqenit janë duke shkuar në udhën e drejtë në drejtim si qytetarët të kenë më të lehtë në gjetjen e vend parkingjeve, por ashtu edhe siguritë e makinave të tyre në parkingjet e caktuara që janë në qytetin e Ulqenit. A ka pasur ndoshta edhe ndryshime apo përmirësime të fundit në sistemin e parkimit në Ulqen dhe si kanë reaguar qytetarët ndaj tyre? Kanë pas shumë ndryshime, sidomos gjatë periudhës së verës, kanë bërë shumë lehtësime sa i përket parkingjeve në qytetin e Ulqenit. Tenda kanë funksionuar dy zyret, po ashtu edhe punët e caktuara të cilat kanë parë ku janë bërë pagesat për parkingjet. Ju kemi mësuar qytetarët e Ulqenit si të bëjnë edhe në mënyrë elektronike, pagesat e parkingjeve. Këtu kemi hasë një përmirësim të teknologjisë, e cila besoj se ne vijim ka me qenë më efikase edhe qytetarët e Ulqenit kanë me pas më të lehtë në periudhat në vazhdim. Sa i përket edhe sezonit veror, si keni arritur që fluksin e këtij sezoni që lan pas të menaxhohet dhe si ishte për qytetin e Ulqenit sa i përket edhe parkimit të automjeteve nga ana e turistëve, posaçërisht edhe nga ana e vendësve, sa kishin ato mirë kuptim ndaj qytetit edhe ndaj jush? Nuk ka qenë lehtë menaxhimi gjatë sezonit të verës, por gjithmonë kur jeni në punë dhe kur ke bashkëpunëtorët e mirë, aty mund të arrijmë shumë përmirësime. E kam sekur në misionet e kaluara, kena bërë hapjen disa parkingjeve të reja, sidomos parkingu të Kalaja. Ne kanë ndihmuar shumë në menaxhimin e sezonit turistik, po ashtu parkingu të rrethotërrimi, po ashtu edhe parkingu në Shtoj na kanë dhënë një lehtësim të madh për ne si parking service, po ashtu edhe për qytetarët e Ulqenit, po ashtu edhe për turistët që kanë qenë në qytetin e Ulqenit. Shpesh ndëgjojmë edhe nga qytetarët që ndonjëherë janë edhe të indinjuar nga situata e parkingjeve sepse ndonjëherë apo shpeshherë nuk kanë edhe ku të parkohen edhe si arrin kjo në veshin e juaj dhe si mundoheni ta përmirësoni apo ta zbusni këtë situatë? Se përket në këtë drejtim, ne kena marrë ata gjërat e duhura që qytetarët e Ulqenit të jenë të kënaqur me parkingjet që janë momentale. Në çdo punë nuk është e lehtë të bëhen edhe parkingje të reja, për shkak të fluksit të madh të vendeve të parkingjeve. Qytetarët kërkojnë shumë më tepër parkingje, por plotësisht janë në drejt në këtë drejtim. Ne na mundum ata gjëra që kena pas na të mundsa me ndihmu qytetarët e Ulqenit. Vetëm mund të them se shpejt qytetarët e Ulqenit kanë me pas edhe 150 vend parkingje të reja, te parku i lojrave. Kjo do të jetë një risi shumë e mirë për qytetin e Ulqenit, po ashtu edhe për turistët. Në cilën pjesë? Në pjesën e plazhit të madhe. Aty do të jenë 150 parkingje të reja, që të vënë në shërbim të qytetarëve të Ulqenit, po dhe ashtu edhe turistët që kanë marrë në qytetin e Ulqenit. Po ashtu mund të thekë se gjatë sezonit të dimrit janë shtu disa parkingje në plazhin e vogël, të hymjet e plazhit e vogël. Po ashtu janë bërë disa ndryshime në qendër të qytetit të Ulqenit.
Si realizohet bashkëpunimi i parking servisit me policinë komunale? Keni bashkëpunim dhe sa është kjo gjë me rëndësi për qytetin e Ulqinit? Se përket policisë komunale, domethënë kontaktet e kena të përditshme, unë duhet të falenderoj domethënë policisë komunale, po ashtu edhe komunës së Ulqinit, se pa bashkëpunim me njëri tjetrin nuk mund të mërrin të skorgjan domethënë se përket vazhdimit në menaxhimin e parkingjeve. Nuk ka qenë lehtës për policinë komunale, domethënë gjatë sezonit të verës, menaxhimi i gjithë turistave dhe fluksit të madh, po ashtu bashkëpunim me njëri tjetrin kena pas domethënë në mënyrë korrekte dhe aty kena gjetë një gjuhë të përbashkët dhe kena qenë në shërbim të qytetarëve të Ulqinit, po ashtu edhe turistëve që kanë ardhur në qytetin e Ulqinit. Ajo është me rëndësi dhe për të mirën e qytetit patjetër. Sa efikas ka qenë edhe sistemi elektronik për të bërë edhe pagesën e parkimit dhe sa ka qenë e rëndësishme dhe e lehtë për turistët? Ka qenë një si të them, pjesë më e lehtë për të bërë pagesën turistët? Turistët e kanë pas më të lehtë në drejtim, por mund të them edhe mund të duhet të cekë se turistët më tepër kanë shkuar domethënë marrën biletën e përpunëtor të caktuara që ka pas domethënë parking servisi. Edhe në drejtim më thonë se në të kaluara kemi gjetë edhe të përgatitur një sistem të ri për turistët edhe për qytetarët e Ulqinit. Atë do të bëjmë domethënë publike në ditët në vazhdim. Do të ketë ndryshime të çmimores gjatë kësaj periudhe 2025 dhe vitin e ardhshëm 2026? Me liberatin e ri që kena bërë në parking servisi nuk ka me bërë asnjë ndryshim domethënë se përket pagesave në parking servis, duke u falënderuar gjithë bashkëpunëtorëve të mi në parking, po ashtu edhe komunës së Ulqinit, ishte vetëm thëmë komunë i cili nuk ka me bën asnjë ndryshim se përket çmimoreve në parking servis. Ju si drejtori i parking servisit, ju duken të arsyeshme këto çmime? Duke i krahasu me vende tjera, mund të them se është parkingu Maliris në gjithë vendet e qytetet e tjera të Malit të Si. Si trajtohen rastet e parkimeve të paautorizuara dhe cilat janë ato masa ndëshkuese me të cilën merreni dhe më të shpeshtë? Këta nuk janë domosdoshmë kompetencën e parking servisit, na bën emërimin e policisë komunale dhe atë policia komunale normalisht marr ata masat e tyre dhe i bën largimin aty në ato mjeteve të cilat janë të parkuara në vende ndoshta që do të jenë në shërbim të qytetarëve. Tash në sezonin e dimrit, si menaxhohet edhe qyteti sa i përket në parking servisit, është më e lehtë dhe cilat janë ndoshta ato sfida krahasuar me ato të sezonit turistik? Si shpeshini dhe vetë domosdoshmë sezoni i dimrit ka filluar, nuk është e lehtë menaxhimi për shkak të rrjesheve atmosferike, po ashtu edhe të kushteve të cilat nuk janë në dorën tonë. Aty domethënë mundohna sa më shumë të jenë afër qytetarëve për arsye se parkingjet mundën dhe më prish, domethënë janë shumë probleme të cilat neve na dalin gjatë ditës, por ne i menaxhojmë ata në mënyrë më të duhur edhe të jenë në shërbim të qytetarëve të Ulqinit. Në cilat zona ndoshta keni hasur më shumë probleme, nëse mund të them kështu, që keni pasur nga qytetarët, cilat kanë qenë ato pjesë të parkimit? Se përket zona mund të them se është tu shkret Ulqini. Domethënë kjo zonë të Ulqinit se cila ka atë mënyrën e vet domethënë të ankesave të tyre, por fluksi më i madh është fluksi të pazarit, po ashtu të plazha madhe. Tash mund të them edhe gjë se është fluksi më i madh është edhe të shkolla. Po. Për arsye se qytetarët e Ulqinit në mëngjes domethënë i çojnë edhe fëmijët e tyre në shkollë, sidomos klasat e para. Po. Aty domethënë hasin shumë pengesa, edhe shumë kërkesa të qytetarëve janë në drejtim si me mujt na me pas përshëndim shumë më tepër policinë komunale se ata të kenë mundësi si të menaxhojmë atë floks e cila bëhet në mëngjes duke i çuar fëmijët në shkollë. Çfarë do t'i thoni qytetarëve për këtë periudhë që të jenë të vetëdijshëm dhe të jenë edhe real në këtë pjesë? Qytetarët e Ulqinit do t'ia thosha se nëse është e mundshme normalisht me bashkëpunim me ne që makinat i parkojnë ashtu si duhet në vend parkingje. Ka i herë thomë nuk ka parkingje, por disa makina domethënë edhe parkohen domethënë në mënyrë jo të rregullt në parkingje, po ashtu aty hasin pengesat. Qytetarët do të lutem si mos i lënë makinat domethënë dy makina së bashkut, se bën pengesën e kalimit të makinave tjera. Por qytetarëve së shpejti do t'i mundsojmë atë shkollën ndoshta dhe i hapësirë që ata ta kenë më të lehtë domethënë shërbimin
gjatë sezonit e dimit, por ashtu edhe sezonit e verës. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, ku bashkë biseduam për të gjitha këto tema sot në mëngjes dhe faleminderit edhe njëherë dhe ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit edhe juve.